Për 2 net me radhë, qyteti i Burrelit u kthye në një skenë të madhe arti dhe tradite, ku u zhvillua festivali tipologjik kombëtar i lojrave popullore dhe riteve. Në moderimin e Jugerta Sakos, rreth 400 artistë nga treva të ndryshme të Shqipërisë sollën në skenë doket, zakonet dhe performancat e tyre, të shoqëruara nga tingujt karakteristik të muzikës popullore. Në këtë festival, tradita dhe trashëgimia kulturore u përcollën me autenticitet, duke treguar identitetin unik të çdo zone shqiptare. Ndër pjesëmarrësit spikati dhe grupi folklorik Vaçezela i Fjersheganit, i cili përfaqësoi myzeqen me dasmën myzeqare, një ndër traditat më të bukura autoktone. Në ndërtimin e përgjegjësit Novruz Xhaferi, grupi performoi me energji dhe emocion, duke të marrë duart trokitjet e publikut që ju bashkuan festës me valle në sheshin e qytetit. Mbrëmjet u shndrua në spektakël të vërtet, duke mbajtur gjallë trashëgimin kulturore të përcjellë ndër breza. Pjesë e festivalit ishin dhe shumë grupe me artistë të vegjël, të cilët sollën në skenë kulturën dhe traditat e zonave të tyre me freski dhe pasion. Në kuadër të aktivitetit, gjatë ditës paranisjes së festivalit, grupet pjesëmarrëse morën pjesë në aktivitete të tjera si loja e shahut, ku secili përfaqësonte trevën e vet. Instrumentisti dhe vallëtari i grupit folklorik Fjershegan, Hamdi Tafa, u nderua me certifikat si lojtari më i mirë. Pas 2 netëve të aktivitetit, një juri e ngritur enkas për festivalin vlerësoi dhe certifikoi grupet dhe individet më të spikatur për performancat e tyre artistike, duke shpërndarë diploma dhe çmime për pjesëmarrësit. Në mbrëmjen përmbyllëse, në skenë u ngjit ansambli shtetëror, i cili solli valle nga të gjitha trevat shqiptare të interpretuara me mjeshtëri dhe profesionalizëm, duke i dhënë festivalit një finale mbreslënse mes bukurisë së natyrës dhe jehonës së maleve të matit. Kamera e televizionit Apollon ndoshin nga afër këtë aktivitet, duke sjellë për publikun emocionet dhe vlerat e një festivali që ruan dhe promovon trashëgimin ton kulturore.